Mbi 800.000 banor të Gazës po përballen me shira dhe përmbytje teksa stuhia dimërore po kalon përgjatë rripit. Shirat e dendur kanë përmbytur kampe strehimi dhe kanë shkaktuar shembjen e shumë ndërtesave. Familjet e ndodhura në çadra janë pa shtëpi pasi u janë shkatruar nga lufta dhe po presin që të nisë procesi i rindërtimit. Po bëjmë një jetë të poshtëruar, na duhen ndihma, duam që shtëpitë tona të rindërtohen. Çdo ditë unë ulem dhe qaj për fëmijët e mi, ka deklaruar një grua. 2 muaj nga rëmpushimi i imponuar nga Shtetet e Bashkuara, Gaza ka mbetur e bllokuar në fazën e parë të planit të Donald Trump për paqen, me territorin e saj të ndarë mes palëve në luftë dhe me banorët e saj të zhvendosur e të rrethuar nga rënojat. Planet për shtëpi të reja dhe një qeveri të re janë në fazën e ardhshme të marrëveshjes së paqes që ka ngrirë si pasojë kërkimeve për pengun e fundit izraelit Ran Gvili. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka insistuar se Hamasi duhet të kthejë të gjitha pengjet, të gjallë apo të vdekur, përpara se të lëvizet në fazën më të vështirë. Por pavarësisht kërkimeve të shumta të bëra në rronojat e Gazës, nuk është gjetur asnjë gjurmë me Gvilit, një oficer policie që u rrëmbye gjatë sulmit të 7 tetorit të vitit 2023, teksa po rikuperohej nga një lëndim në shpatull.